Janë vënë në prangat e policisë brenda 24 orëve 2 autorët e vrasjes së një ditë më parë në seli të Malësisë së Kurbinit. Indri dhe Gjoana Ndoci, 29 dhe 24 vjeç, motor e vëlla, janë 2 autorët e dyshuar për vrasjen e 58 vjeçarit Ndrec Prendi. Trupi i pajetit u gjend mëngjesin e të hënës në pyllin e fshatit. Vrasja kishte si shkak konfliktin mes Ndocajve dhe Prendit për një sipërfaqe toke rreth 2 dynim me pemë gështenjash. Ky konflikt 2 vjeçar mes fiseve nuk kishte mundur të zgjidhej as në procese gjyqësore të njëpasnjëshme, duke prodhuar viktima. Hera e fundit që ka pasur ndërhyrje nga forcat e policisë ka qenë ditën e diel, pikërisht një ditë para ngjarjes. Motor e vëlla kanë gjetur Ndrec Prendin mëngjesin e të hënës duke mbledhur gështenja në pyll, dhe kjo gjë nuk është ka përdir dot nga 29 vjeçari Indri Ndoci, i cili ka nisur të debatojë ashpër me viktimën. Debat që përfundoi me breshëri dhe 20 plumba i morën jetën 58 vjeçarit. Mësohet se 2 familjet Prendi dhe Ndoci kanë qenë rreth kryshëqije, pasi viktima ka qenë dhëndër në fisin Ndoci. Prokuroria e Kurbinit po vijon me procedurat për veprën penale të vrasjes me dashje të kryer në bashkëpunim, prodhim dhe mbajtje pa leje të armëve të gjuetisë.